Pacha me ju o vëllezër dhe motra. Sot do të vazhdojmë me leximin e kapitullit 16 të Ungjillit të Gjonit. Krishti vazhdon duke na mësuar për Shpirtin Shenjtë, çka ka me ba Shpirtin Shenjtë brenda nesh. Ju ftoj që ta dëgjojmë. Leximi i Ungjillit Shenjtë sipas Gjonit. Kam edhe shumë tjera për t'u thënë, por tani s'mund t'i mbani. E kur të vijë ai, Shpirti i së vërtetës, ai do t'ju udhëheqë ka gjithë e vërteta. Ai s'do të flasë për i vetvetes, por do të flasë çka të dëgjoj, dhe do t'ju zbuloj të ardhmen. Ai do të më lëvdoj, sepse do të marrë prej simes e do t'ju zbuloj juve. Gjithçka ka Ati është imja. Prandaj edhe ju thash, merr prej simes dhe do t'ju zbuloj juve. Fjala e Zotit. Lavdi ty, o Krisht. Mirë Krishti ka me na dërgu Shpirtin e së vërtetës. Shpirti i së vërtetës është shpirti që na kallëzon neve pikpamjen e Zotit. Vetëm Zoti e di me të vërtetë si janë gjanat, e të thirrjen si kam me kënë. Kush e di me të vërtetë, vetëm Zoti e di. Jo ne. Edhe Shpirti i Shenjtë është ai që na kallëzon. Dini thirrja jote, ti me të vërtetë, kush je, që nuk je mëkatet e tua, jo, bile, nuk je as virtytet e tua. Identiteti jonë e thellësht me kënë fëmijë të Zotit, të dashur prej ti, të thirrur për një bashkim të plot me të edhe me të tjerët. Dhe Shpirti i Shenjtë është ai që na kallëzon këtë vërtetë. Të vërtetën e dashurisë së pamadh, se pa kufi me të cilën ne jena të dashur. Edhe Shpirti i së vërtetës, ai do të na udhëheqë drejt krejt të vërtetën. Më thënë është një shpirt që na udhëheq me kujdesin atërore që hyj ka për ne. Zoti nuk na dhunon. Një fëmijë, kur është i vogël, ti nuk e mundësi me fol gjana të randa me këtë fëmijë. Bile nuk e mundësi as me artikullu, me shqyrtu gjanat, tana fjali si duhen. Jo, keme fol në mënyrë që ai të kuptoj të partën, gjë themelore që ti e don. Pastaj gadal ti mëson, jep me hangër, edhe ushqimet nuk janë njësoj. Një fëmijë ka nevojë me hangër gjana të thjeshta, dhe pastaj mëson me hangër gjana më të forta. Të njëjtën gjë bën Zoti me ne. Dhe këtë gjë e bën me Shpirtin Shenjtë, është Shpirti i Shenjtë që për brenda na mëson. Edhe Ati në historinë tonë udhëheq historinë. Edhe në këtë histori na drejton tek Jezusi, që ne gjithmonë më shumë t'i pringjajmë atij. E si e bën këtë gjë? Me gjëra konkrete, me vujtë që ne përjetojmë, me gjëra që ne na ngushëllojnë zemrën, me gjëra të ëmbla që Zoti lejon në jetën tonë, që jo të gjitha gjërat janë kryq. Jo, por Krishti na mëson me kryqin edhe me gjëra të ëmbla. Edhe bile disa herë kryqi ka mundësi edhe me kënë e ëmbël, sepse ne të ne takojmë dashurinë e Zotit, por Shpirti i Shenjtë ai që bën që ne të shohim, të përjetojmë kryqin e këtë mënyrë. Edhe Shpirti i Shenjtë na flet çfarë ai dëgjon prej Atit dhe prej Birit. Ne nuk kena mundësi me shqyrtu fjalët, edhe nuk e dim në thellësi çfarë dëgjon. Por Shpirti i Shenjtë
por diçka e dim, edhe shkrimet e shenjta na kallëzojnë, është dialogun e dashurisë sipamas që kanë Ati dhe Biri. Fjalët që janë jetëdhënëse, që nuk janë fjalë të kota, janë fjalë që sjellin jetën e Atit të Biri e të anasjelltas. Janë fjalë jetëdhënëse. Ati që i thot Birit, unë të dua, ti e Biri im, unë sot të linda. Edhe Biri që i thot Atit, Abauat, unë të dua, unë të dorëzoj jetën time, ti e ati im, ti me donë pa mas edhe unë të përgjigjem me të njëjtën dashuri. Që është Shpirti i Shenjtë, edhe Shpirti i Shenjtë që dëgjon këtë gjë, na kallëzon për brenda. Na kallëzon që hyj është Ati jon që na don pa mas, që Krishti është Biri i Tij, që është zotëria që ka çdo pushtet. Mirë, kuraju, dhe ta kërkojmë Zotit Shpirtit Shenjtë që të kena brenda nesh edhe këtë dëshmi e dashuri sipamas që Zoti ka për ne, në të cilën ai ka dëshirë që ne të bashkohemi. Që këtë dashuri me të cilën Ati don Birin dhe Birin don Atin, që të jetë edhe brenda nesh. Qërëftu Krishti.